Policia vijon të godas rastet e tregtimit të palishme të shitjes së lëndëve piroteknike në prag të ndërimit të viteve. Në Tiranë është sekuestruar një sasi e madhe lëndësh piroteknike që mbahej e shitej në markete, automjete apo në rrugë. Si pasojë, 3 persona janë arrestuar dhe 9 të tjerë janë proceduar penalisht. Ndërkohë në Vlorë janë sekuestruar nga policia 691 fishek zjarre, ndërsa u procedua penalisht edhe pronarja e subjektit tregtar që i shiste. Të paktën 3 dyqane të tjerë u konstatua në qytetin e Peshkopis, ku mbaheshin sasi fishek zjarresh dhe kapsollash, në kundërshtim me rregullat dhe kriteret e përcaktuara. 3 persona u proceduan penalisht dhe u sekuestruan kutit me fishek zjarre. Edhe në Maliq u konstatua një market në të cilën mbaheshin në mënyrë të palishme 48 kuti me lëndë piroteknike, me më shumë se 2800 kapsolla, ndërsa u procedua penalisht pronarja e subjektit. Policia ka bërë disa herë apel për të gjithë qytetarët që të mos përdorin dhe të mos tregtojnë lëndë piroteknike, pasi kjo veprimtari që përbën në rrezik për jetën dhe shëndetin e tyre ndëshkohet nga ligji.